Mu m'la përshtypje shumë gjatë kohës kur folja dhe përmende disa herë depresionin dhe e the si shpesh që depresioni mbetet problemi ma i shpesht. Unë përdu me diti Belin, edhe si qytetar, po edhe si gazetar në këtë rast, si mund të ne ta dallojmë një stres të përditshëm me një depresion. Sepse shpesh kur trish tavolin me njerë thonë depresion jam. Dhe me thonë, si kur e diagnostikojmë veten me depresion, kam këto. Qështë e dallojmë? Sepse edhe stresit ditor mund tjetë një ngarkesë që mund të shprazim, po jo është do mazëshmërisht një depresion. Sakt. Unë kujtoj që edhe kjo pjesa e përditshmërisë tonë është influencuar jashtëzakonisht shumë prej rrjeteve sociale. Këto deklaratat e kam një këse, e kam një ase, jo pse është turp që t'jesh në një fazë depresive, është shumë normale. Po veç është mirë me pas një diagnozë profesionale. Edhe një diagnozë profesionale po edhe duhet që të dish, të kuptosh që nuk je duke ja lehtësuar vetes tënde as personit që ke në krah, nëse bën një deklarat të ati niveli, sepse depresioni është çrregullim. Është çrregullim dhe bën pjesë të çrregullimet e humorit në pjesën e manualit për diagnostifikimin e sëmundjeve në shëndet mendor. Pra, e zbuta, shkurt, është sëmundje. Dhe në momentin që neve e relativizojmë, do me thënë, për mes shprejeve, batutave e gjërave të tjera, neve e habituojmë të pjesën e marrëdhënies sociale për ta ulur impaktin që mund ta ketë një epizod depresiv në jetën e njeriut. Është jashtëzakonisht potent si problem. E para e punës çfarë ndikon, ai ull sistemin imunitar, e dobëson do me thënë, duke na bërë pro të problematikave tjera që mund të vijen zinxhir njëra pas tjetrës. Në qoftë se po e lidh pakës me pjesën e simptomatologjisë tjetër që me kuptua dhe me pa që nuk është vetëm depresion. Krahasimin gjithsesi. Më thënë, në qoftë se ti je pro më shumë e kokëdhimbjeve 3 muajt e fundit, nëse je më shumë pro e dhimbjes së nyjeve të mëdha të trupit, kockave, problemeve me stomakun, ke filluar të besh në pesh ose të shtash pesh jashtëzakonisht shumë, sikur çdo gjë të vije si e pa kuptim ose e pa nuk ka të bëj vetëm me lumturinë si fjalë, por ka të bëj me sensin e të ndjerit. Do me thënë ti dhe ata shohësh ti kry një punë caktuar, por nuk e ke motivin për ta bërë, e bën në mënyrë robotike. Pastaj ti pengon komplet rutina ditore, do me thënë. I bën të sforcuara ose vjen te pika ku ti shmang rutina ditore. Orët e gjumit ose janë shumë më të gjata se sa normalja, ose janë shumë më pak se sa normalja. Do me thënë ti ke një fatigë nervore, ngrit zërin shpesh ose shpërthen në momente emocionale që mund t'jenë të momentet jo shumë të rëndësishme, jo shumë potente, po nga që ka rënë pjesa e të kuptuarit të vetes, pjesa e përpunimit të informacioneve ose të një hallit momentit që mund ta kesh.